Një ndër arsyet e votës së madhe të diasporës është edhe një lloj vote ndëshkuese, për te arsyeve që i dha Fidani, mendoj që është edhe një arsye kogja interesante që pse është votë ndëshkuese është për shkak edhe mediave, nështë jo medjes ku jemi na këto prezent, për mediave të ndryshme në Kosovë, po edhe analistëve, opinionistëve që me terma përçmues e kanë konsideru diasporën, dhe kjo ka kriju një reakcion të ta që të i konsideru si pjesë të opozitës që të vjen kjo votë të rritet dhe të voton në Kosovë. Mu nuk mendoj që vota diasporës është veç kjo që Në shkurtin e famshëm, në 14 shkurtin e famshëm. Kanë ardhur shumë, e këta nuk përshtim nga statistikë fare. Kanë qenë rreth 80.000 qytetarë që kishin ardhur për të votuar, drejt për drejt. Mendoj që edhe kjo, domethënë këta nuk e futën fare në ka shku me në 2020. Bareliu atje në Gazetatë e Bashkuara edhe Beqa këtu, na flasim për një votues të panjohur të diasporës, apo të mërgatës. Jo, këta që kanë pritu me i mush, ato aplikacionet. Jo kanë pritu, po janë rrethana të ndryshme. Paraleo është i zotin këto pikat e një gjatë jemi me se. Adi, na folëm shumë për statistik edhe për, themi, historikun e fundit, zhvillimeve vërtet dramatike të